Derisa Shqipëria ka pranuar dërgesën e parë të sistemeve anti-tank Javelin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritja e dërgesës së parë të këtyre sistemeve është bërë gjatë një vizite në bazën e forcave të armatosura nga Ministri Shqiptar i Mbrojtjes Piro Vengu. A i tha se arritja e sistemeve anti-tank Javelin përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e aftësive mbrojtëse të forcës së armatosur shqiptare, duke rritur parandalimin ndër veprimin me NATO-n si dhe sigurinë kombëtare. Sipas tij, kjo dërgesë është një pjesë e një procesi të planifikuar, derisa faza e dytë e furnizimit pritet të ndodhë gjatë vitit 2026. Vengu theksoi se kjo ndihmë dhe ky bashkëpunim bilateral me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshin jo vetëm Shqipërinë, por edhe Kosovën, duke nënvizuar rëndësinë strategjike të këtij programi për sigurinë rajonale. Ministri vuri theksin edhe tek roli kyç i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili mbetet themelor në ndërtimin e rritjes së kapaciteteve mbrojtëse të vendit.